Pas rikthimit të Eglit Akos në shtëpinë e Big Brother VIP 4, marrëdhënia e saj me Gjestin nuk ka qenë më e njëjta. Banorja u tregua shumë e ftohtë me të, deri në momentin që banori mori vendimin që ata të dy të darkonin dhe të sqaroheshin. Shumë gjëra u sqaruan mes tyre, ndoshta të tjera mbetën pa u sqaruar, por ata ranë dakord që të vazhdonin rrugëtimin e tyre në Big Brother të ndarë nga njëri tjetri. Gjesti e theksoi sërish se nuk ishte i dashuruar me Eglin, ndërsa kjo e fundit u shpreh se ishte e lënduar dhe zhgënjur prej tij dhe se pavarësisht se ndjente për të nuk dëshironte t'i riktheheshin marrëdhënies, pasi këtë herë do të mendonte për veten e saj dhe familjarët. Por ditën e djeshme, Gjesti i ka shprehur Eglit se ai ndjehet mirë kur qëndron me të dhe se ajo e bën për të qeshur. Pse të përlahemi kur mund të qeshim gjithë ditë? A të bëj mirë për momentin, e pyeti ai, por Egli ju përgjigj se nuk i vjen të qesh me të, dhe se gjërat nuk janë si më përpara. Shpeshherë jo, sepse më kthehen gjërat, i tha Egli, duke ju referuar atyre që ndodhen përpara se të dilte nga shtëpia. Më pas ai e ka pyetur Eglin nëse ajo do të ketë diçka me të përtej një marrëdhënie shoqërore. Egli ju përgjigj se nuk donte ta kishte këtë gjë. Unë të kam thënë që dua të afrohemi. Të jemi siç kemi qenë bashkë. Unë dua të jemi siç kemi qenë, i tha ai Eglit. Ndërkohë që banorja e pyeti se për çfarë e kishte fjalën. Do të jemi të lidhur, e pyeti Egli, ndërsa Gjesti ju përgjigj që po. Por Egli nga ana e saj i tha se ajo nuk donte të lidhej sërish me Gjestin.